Një ngjarje shqetësuese raportuar nga mediat në Shqipëri ka rikthyer në vëmendje fenomenin e dhunës mes të miturve. Një video e regjistruar në një banesë në Fierë shfaq dy vajza adoleshente duke ushtruar dhunë fizike ndaj një bashkëmoshatareje, ndërsa një tjetër filmon të gjithë ngjarjen pa ndërhyrë. Në pamje, viktima goditet me shuplaka e grushte dhe tërhiqet zvarr nga flokët, duke ngritur shqetësime serioze mbi nivelin e agresivitetit mes të rinjve. Natyrisht që Kosova Live ka vendosur që sot ato pamje mos na shoqërojnë gjatë këtij bisedimi, për shkak se janë pamje shumë të rënda për t'u parë, por do diskutojmë për këtë bashkë me Martin Marko, gazetar. Martin, faleminderit për inkuadrimin. Ata të përshëndes, faleminderit juve. Faleminderit shumë. Në anën tjetër e kemi bashkë me neve dhe Suela Koqibellin, aktiviste. Suela, mirë se vjen në Kosova Live. Mirë se u gjeta. Po fillojmë me kolegun tim gazetar Martin, cilat janë informacione tjera, çka dihet deri tash për këtë rast? Pamjet janë publikuar kudo në rrjetet sociale dhe janë pamje mjaft të rënda. Po, në fakt, pamjet janë mjaft shqetësuese dhe ju bëni shumë mirë që nuk po i publikoni në këtë transmetim. Në fakt, ata janë publikuar dje dhe gjatë ditës së sotme, shfaqen kudo në çdo rrjet social. Janë akte të një dhune barbare mes 3 adoleshentesh, të cilët 3 vajza, pra të cilët 2 prej tyre dhunojnë një 17 vjeçare, ku gjatë ditës së sotme në fakt ka edhe një reagim nga ana e institucioneve shtetërore. Bëhet fjalë që 2 prej vajzave janë duke u hetuar në gjendje të lirë dhe gjendja shëndetësore e 17 vjeçarit, e cila ra prej dhunës, është mjaft e rënduar psikologjikisht. Paktën kështu ka deklaruar edhe nëna e saj, ku ka pohuar ndër të tjera se po mi shkatrohet jeta vajzës. Ndoshta referuar edhe pamjeve të cilat janë bërë publike tashmë prej ditës së dieshme dhe vazhdojnë të jenë aktive edhe gjatë ditës së sotme në çdo rrjet social, pasi ngjarja ka 1 muaj që ka ndodhur dhe nuk ishte bërë me dije as nga ana e autoriteteve të policisë për ngjarjen, por as nga ana e familjarëve, pasi vajza fillimisht e kishte trajtuar çështjen e dhunës, paktën sipas edhe dëshmive të fëmijëve të familjes në fjalë, por edhe vetë familjarëve si një incident, pra dhe jo si ishte shkaktuar një dhunë mjaft e rëndë e ndodhur ndaj saj. Megjithatë, është duke hetuar në gjendje të lirë edhe vajza tjetër që është dhe paktën është bërë pjesë e këtij akti duke i filmuar dhe më pas bërë publike, pasi fillimisht ka ndodhur si ngjarje në një konflikt verbal, paktën sipas edhe dëshmive, në ambientet e jashtme të banesës së njerëz prej dhunuesve dhe më pas janë futur brenda në banesë duke parë, siç e keni parë besoj edhe ju, pamjet mjaft të rënda të cilat fatkeqësisht po bëhen rëndom të shpeshta në vendin tonë, pasi duhet ndaj një tjetër ngjarje tipike apo të ngjashme me atë të ndodhur në qytetin e Fierit, ku vetëm pak ditë më parë një tjetër rast në fakt ka ndodhur në një tjetër qytet, në qytetin e Lezhës, ku fatmirësisht deri në këtë moment ajda mund të themi që pamjet nuk janë bërë virale dhe nuk janë publikuar, por policia tashmë ka pamjet e siguruara nga pamjet filmike pra të disa objekteve, ku një grup vajza, një grup të rinj adoleshentesh kryesisht janë duke u dhunuar fizikisht në mënyrë barbare. Në fakt, uroj që autoritetet në qytetin e Lezhës të kenë marrë masa që këtë pamje që kanë në rrjetet sociale, në për telefona celular, disa prej bashkëpunëtorëve po i quaj në këtë rast, pra t'i ketë sekustruar dhe t'i ketë marrë, dhe uroj që mos bëhen publike, pasi nuk janë pamje që sensibilizojnë dikën, janë pamje shumë shqetësuese që na shqetësojnë edhe ne. Në fakt, përpara se të hyja në këtë transmetim të drejt për drejt, në fakt arrita që t'i shoh edhe një herë pamjet për të treguar në fakt se si ka ndodhur, po ishte tërësisht e pamundur, pasi janë vërtet njerëzore, duhet thënë, pamjet dhe në fakt duhet themi që një pjesë e institucioneve me sa duket kanë dështuar përballë këtij rasti i ndodhur në qytetin e Fierit, por uroj që të mos kenë dështuar autoritetet në Lezhë, rasti që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë. Dhe normalisht tashmë, sipas informacioneve për rastin e Fierit, bëhet me dije ajda se gjendja e vajzës së 17 vjeçares është rënduar mjaft psikologjikisht. Uroj që
të trajtohet, pra autoritetet atje ta marrin për bazë pra shqetësimin e shfaqur qoftë nga nëna, por edhe nga vajza, pra të trajtohet me një psikolog, por nuk kam informacione për momentin se si po trajtohet çështja e saj. Por gjithsesi është një ngjarje shumë e rëndë që na ka tronditur gjithëve për vetë faktin sepse janë shfaqur ato pamje të cilat fatkeqësisht nuk duhet i shikonin, por rëndom ndodh në mediat në Shqipëri që shikojnë edhe për mënyrën se si publikojnë pa asnjë lloj censure. Po. Mirë, Martin, faleminderit shumë për këto informacione, gjithmonë i saktë me informacionet që ndohet dhe thatë edhe ju janë pamje të rënda. Ne do e vazhdojmë bisedën këtu në studio bashkë me Suelën sa i përket fenomenit, e falenderojmë edhe një herë Martinin. Suela, nuk e di nëse duhet ta them këtë si gazetare, nëse është profesioniste, por unë me të vërtet nuk kam arrit që t'i shoh ato pamja, nuk kam pas forcë, kam pa 3 sekondat e parë, megjithatë raste të tilla kemi pa edhe në Kosovë. Pamjet kanë qenë të publikuara kudo, pas ti rasti edhe në TikTok, në rrjetin social janë shpërndar shumë video të ngjashme, pra po flasim për një fenomen të mitura që dhunojnë të mitura. Janë vajza që bullizojnë, i incizojnë ato pamje dhe pastaj i publikojnë në rrjete sociale. Çka mund të themi për këto? Dhe kush e ka fajin? Nuk e di nëse duhet ta bëjmë edhe këtë pyetje. E para, fakti që nuk e ke parë videon, besoj që mbi gazetare je njeri, dhe nëse jemi njerëz, në fakt ajo video ishte shumë e rëndë për të parë. Është një video që na vendos të gjithëve ne në një situatë alarmante, një situatë që nuk mund të heshtim edhe nuk mund ta normalizojmë këtë dhunë që tashmë është ulur këmbgryq me të rinjt. Pra, sepse unë kur vjen puna tek dhuna nuk i vendos gjinia, nuk ka lidhje fare. Të shohim një dhunë të tillë ekstreme pa as dhe një lloj kufiri që mund ta mendojmë ndoshta edhe nëpër filma, ta shohim që ndodhen në të përditshme të disa vajzave të reja që mund të ishin dhe djem, por në këtë rast kemi vajza të reja, është realisht e frikshme për të gjithë ne që po mendojmë se si të edukojmë brezin e ri, se si të jemi aty pranë fëmijëve që të jenë qytetarët e mirë në të ardhmen e afërt, po shohim që jo që nuk jemi afër me edukimin e fëmijëve, po jemi jashtëmase shumë larg për sa i përket përgatitjes së qytetarëve që ne duam. Pra, qytetarët që dinë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, që dinë të flasë me tyre, që dinë të zgjidhin konfliktin. Jemi në kushte ekstreme, për mua ajo video është alarmante, është sinjali më i tmerrshëm që mund na japin ne sot të rinjt dhe të na dorëzojnë, pa të ndihemi të gjithë ne të dorëzuar se sa gabime kemi bërë në raport me ta. Dhe kur them këtu i përfshit të gjithë, absolutisht ka në këtë situatë një përgjegjësi shumë të madhe familja. Dhe kur them përgjegjësi shumë të madhe familja, ju lutem, nuk mund të jetë më familja thjesht në rrobë për të ushqyer vajzat apo djemt, për t'i çuar në shkollë, jo. Familja duhet të mbajë përgjegjësi ligjore, duhet të mbajë përgjegjësi për çfarëdo lloj sjellje që kanë fëmijët e tyre. Pse? Sepse ato po i kërcënojnë jetën një fëmije tjetër. Një fëmijë po prapë të pambrojtur. Dhe ndoshta është momenti që ne të ngrejmë dhe mekanizma pak më të fortë ligjor për sa i përket përgjegjësisë prindërore dhe raportit që kanë me fëmijën e tyre. Se sot ndodhim përpara një situate ku fëmijët bëjnë shumë çka, po bëjnë edhe vepra penale dhe ndërkohë në kuadër të qenurit të fëmijë shpotojnë, e thon kështu figurativ, pra nuk marrin as edhe një lloj përgjegjësie. Unë absolutisht do doja që asnjëherë të mos kemi masa për të dënuar apo për të shkatruar jetën e fëmijëve. Por, që prindrit të kenë një marrëdhënie më të mirë, apo më të fortë, apo më kontrolluese dhe më të përgjegjshme në raport me fëmijët e tyre, ka nevojë të prindrit të marrin përgjegjësi. Kjo pamje na tregon dështimin e shoqërisë. Dhe kur them dështimin e shoqërisë, tu përfshi të gjithë vendet shqipfolse, sepse ne në realitet jetojmë. Po, e thash, po ndodh kudo, është një fenomen që po ndodh kudo, po e shohim. Është problem shumë i madh, është një problem realisht shumë i madh fakti që kjo dhuna na ka ndodhur në shkolla, s'kemi reaguar, na ka ndodhur në rrugë, s'kemi reaguar. Tani ndodh ku brenda mureve të shtëpisë, të cilat janë shumë të pakontrolluara. Ne mund të kishim pas aty një tragjedi. Domethënë një përplasje jo siç duhet e asaj vajzës së viktim e dy personave të tjerë të nervozuar, të acaruar, ndoshta kishin humbur dhe kontrollin e tyre, ndoshta kishin konsumuar dhe ndonjë lëndë narkotike. Kemi nevojë ta zbardim ngjarjen sepse është e tillë. Mund të kishte sjellë dhe rrezikimin e jetës së asaj vajze. Mund mos ta kishim sot mes nesh dhe brenda mureve të shtëpisë është shumë vështirë ne ta vërtetojmë çfarë ka ndodhur. Ndërkohë,
Ja ku ka dalë, se tani ka dalë moda e hajde t'i filmojmë. Për mua, po prap njësoj dhunuese dhe personi që filmon. Pra, janë personat të cilët po çrregullojnë formimin e tyre, duke parë akte dhune, duke duar trokitur aktin e dhunës dhe duke mos reaguar. Realisht jemi në një situatë shumë të frikshme. Një situatë që nuk na jep shpresë që në të ardhmen do kemi individ të cilët do dinë të bashkëpunojnë, të komunikojnë, të ndërtojnë shoqëri të paqë, se shoqëri me luftë nuk kemi nevojë. Jemi mjaftueshëm. Pra, në këtë pikë patjetër që duhet të jetë kjo situatë duhet të marrin përgjegjësi të gjithë aktorët që janë të përfshirë, dhe këtu flas vajzat në mënyrë drejt për drejt, absolutisht edhe prindrit e tyre, dhe pastaj të bëhet një analizë, paralelisht me kjo të bëhet një analizë mirëfill si ishin këto vajza në shkollë, sa herë kishin shkaktuar probleme, a ishin kontingjent risku, a dinin prindrit e tyre çfarë ndodhin, çfarë situate familjare kanë, sa herë janë raportuar në polici, sepse nuk ndodh që ne këtë video ta shohim kështu pas dhe një ta te kalojmë, po jo, historik më përpara. Pra e kanë treguar ato që kanë këtë lloj sjellje dhe me sa pash dhe me sa kërkova, ato ishin kontingjent problematik për zonën. Ndërkohë ishin të lirë. Ne nuk mund të lëmë të lirë ata individ që janë të rrezikshëm. Dhe këtu pa dallim moshe fare. Pra nëse je individ ti mund të jesh në moshën 10 vjeçare. Ke nevojë të monitorohesh. Po, dhe në fakt, Suela, gjitha këto pyetje që po i parashtron për këtë rast janë me të drejta, se duhet që të shihet një historik i gjitha asaj që ka ndodhur për të kuptuar se pse realisht po ndodhin këto raste dhe sa po kontrollohen, themi kështu ndoshta edhe personat e mitur që janë problematik, sa kanë kontroll nga familja dhe nga se po shkaktohen sjelljet e tyre. Do doja shumë që në këtë bisedë të inkuadroj edhe zonën Belioza Çoku, që është drejtoreshe qendrës Alo 11611. Përshëndetje dashur, mirë se vjen. Si jeni? Mirë jemi. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Ishim duke biseduar bashkë me Suelen për këto pamje shqetësuese të disa të miturave ku po dhunonin një të mitur tjetër dhe dua të marrë edhe një koment nga jo. Për sa i përket ngjarjes, vijon të jetë në atë historikun për fat të keq, është shumë të lumtur që prej disa vitesh vijojmë i japim zë dhe pamje dhe figurë dhunës që gjenerohet në mënyrë të vazhdueshme. Suela me të drejtë tha që duhet të analizojmë edhe përgjegjësit, edhe aktorët. Ne këtë thirrje e kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha rastet që janë transmetuar video të tilla ose janë ngritur shqetësime të tilla si nga media, si nga komuniteti, si nga shoqëria. Analizat nuk e din se kush ka bërë dhe kur kanë marrë përgjigje. Sot jemi përballë faktit të dashur që kjo puna e përgjegjësive, sidomos të jetë fëmijësh dhe sidomos në një gjenerim dhune kaq të përhapur, tregon qartë një apati të vendimarrësve në sistemin e mbrojtjes. Nuk mund t'i fajsojmë lehtësisht shërbimin, sepse gjithë sistemi nuk ka kapacitetet e tura në numër, në kualifikime dhe në standarde, protokolle, kush bën çfarë. Sa i përket trajtimit të fëmijëve, neve prej kohësh kemi thënë gjithmonë që përgjegjësia është e profesioneve, profesionistëve të fushës, por edhe agjencive përgjegjëse. Pra ka një vendimarrje multidisiplinare, një trajtim multidisciplinar, një ndjekje të vazhdueshme, rastin e fëmijëve, një dia më e lidhur e mbrojtjes së fëmijëve, dhe më pas deri kjo gjë duhet të shoqërohet deri në mbylljen e rastit pasi monitorohet. Hapat e menaxhimit të rastit, po të pyesësh sot dhe ata që dalin në televizion për të folur, akoma nuk i dinë atë profesionistët që marrin pagat ose marrin vendime për jetën e fëmijëve. Ndërkohë, ligji për dhunën në familje vijon të jetë në gjithë mënyrë, duke gjeneruar dhunë, sa gra janë vrarë, sa herë dhunohen viktimat, po të njëjtën gjë po bëhet edhe me fëmijët, gjenerohet dhuna sepse nuk ka reagim, gjenerohet dhuna sepse institucionet përgjegjëse nuk reagojnë. Do me thënë për aq kohë, sa media vetëm denuncon, por nuk hap derën për të tuar bashkë me këta profesionistët. Llogari që në kënez, për aq kohë sa gjykata ignoron viktimën e dhunës, po prioritizon më të fortin, për aq kohë sa akademia prioritizon pseudo profesionistë të cilët nuk gjenerojnë breza të ri profesionistësh që motivohen për të bërë shërbim,
por aq kohë sa i pritet krahët çdo kujt që duhet të përmbush misionin e vet, dhe gjithë shoqëria pastaj sillet në mënyrë pa përkushtim. Kështu që kjo është pasojë. Që mos bësh sikur shikon pasojën, po vetëm të nxjerrësh lajmin kush punon. E qartë. Po flasim për të mitura, ne duhet kemi kujdes edhe kur transmetojmë ato pamje, që ne kemi vendosur mos t'i transmetojmë, dhe gjithmonë është kjo që shumë shpesh edhe tek institucionet përgjigje, tek policia, tek gjykatat, ka lëshime për shkak se personat janë të mitur, dhe e dim që lehtësohen masat. Por edhe në anën tjetër, edhe familjarët e kanë këtë arsyetim shumë shpesh, se thonë janë fëmijë, ndodhin këto gjëra, e kemi parë shumë shpesh ata arsytojnë. Janë të gjithë të ndjeshëm, në marrëdhënie njerëzore ka një pjesë gri, themi neve, me kolegët me njëri tjetrin, sepse janë emocione të përfshira. Dhe është normale. Aq më tepër të miturit që kanë disa karakteristika në qik më delikate, më vulnerabël, nuk kanë eksperiencë, janë në një proces rritje, po nëse ndjen të detyruar për të vetë mbrojtur ose për të vendosur veto, ato po sjellin arkivën e një informacioni apo një modeli që e ka marrë në familje, në shoqëri, në komunitet, dhe që nuk i është vënë veshi dhe të gjithë institucionet që duhet të kujdesen për formimin e tyre të shëndetit. E qartë. Duhet ta pyes Suelën. Suela, ne kemi pasur një rast tjetër këtu në Gjilan që prindrit nuk kanë pas fare informacion për dhunën që është shkaktuar ndaj vajzës së tyre, përveç atij momenti kur ajo video pastaj u publikua kudo në rrjetet sociale. Pra, nëse një fëmijë i mitur nuk ka guxim që të flas as me nënën, as me babain e saj për një dhunë që është shkaktuar, apo dhe dhunë psikologjike nga shok dhe shoqet e klasës në këtë rast, dhe a mund të flasim se ka një dështim, edhe nga familja, por edhe nga shkolla që ndoshta nuk po bën mjaftueshëm që këta fëmijë të paktën të flasin për ato padrejtësi që i bën dhe për këtë dhunë që ata përjetojnë. Patjetër, në rastet optimale, familja duhet të jetë vatra e ngrohtë e fëmijëve, dhe kjo është një detyrë që prindit nuk duhet ta harrojnë. Unë e kuptoj që sot ne kemi prindër të ngarkuar, kemi prindër që kanë streset e tyre, kanë një paqëndrueshmëri ekonomike, sociale, po edhe psikologjike, por kjo nuk i zhbën ose nuk i largon ata nga detyra e tyre e prindërimit. Që do të thotë, nëse ne kemi rastin e një vajze e cila nuk referon nevojën, problematikën, frikën, dhunën, intimidimin, përdhunimin, gjithçka që asaj mund t'i kërcënohet në saj tek prindrit, këtu është shkëputur hallka kryesore e sigurisë që mund t'i mbrojë jetën kësaj vajze. Pra në këtë pikë që prindit i kemi shumë më të përgjegjshëm dhe patjetër sy hapur dhe jo paragjykues ndaj fëmijëve të tyre. Sepse fëmia është gjëja më e shtrenjtë që kanë në botë, sepse më shumë se prindin nuk ka kush e don këtë fëmijë, dhe këtu flas për prindër që janë të shëndetshëm, që gëzojnë shëndet mendor të plotë, sepse pastaj kemi situata të tjera. Por nga ana tjetër, gjithsesi, duhet vazhdojmë po prapë të kemi punë të madhe me fëmijët për sa i përket njohjes se çfarë do të thotë dhunë, vetbesimit, krijimit të marrëdhënieve të mira me persona të besueshëm. Pse e them këtë? Sepse fëmijët mund ndoshta për një arsye nuk kanë një marrëdhënie të mirë me prindërit e tyre, dhe kjo po prapë ka nevojë të ndihmohet procesi, por ata mund të kenë një marrëdhënie të mirë me një mësuese në shkollë, mund të kenë një marrëdhënie të mirë me një teze, me një hall, apo edhe me dikë person të afërt, sepse ne si individ kemi nevojë të kemi pika ku mbështetemi dhe ku kemi atë sigurinë. Fëmijët vetë nuk arrin dot të mbrojnë veten e tyre. Megjithse një adoleshent mendon që është i fuqishëm, mendon që mund t'i zgjidhë gjitha problematikat, faktet dhe praktikat na tregojnë që ata sigurisht nuk kanë akoma vendimarrje dhe shpesh herë pastaj bëhen pjesë e këtyre vorbullave dhe nuk arrin të dalin dot. Pra kjo është një thirrje për adoleshentët. Sido që t'jetë, çfarëdo që të ndodhi, ju lutem kërkoni ndihmë tek persona që janë afër zemrës tuaj dhe mos merrni përsipër, sepse kjo nuk është forcë pastaj, pra që do e zgjidhni vetë. Ne e dim që jeni të fuqishëm, por jeni më të fuqishëm kur keni dhe mbështetjen e mamit, të babit apo të personave tuaj të afërt, dhe gjërat do zgjidhen më shpejt. Absolutisht, të rinjt kanë nevojë të mësojnë të flasin, dhe kjo është diçka që mund t'ju mësohet që në shkolla. Pra të kemi ato orët e hapura kundër veprohet me prindin, ku shikon problematikat nga specialistët e mundshëm, sepse shpesh herë krijon edhe ngërçe, pra nuk ka një lloj bashkëpunimi fëmijë-prind për arsye të diferencave të moshës, për arsye të një prindi që mund të jetë shumë patriarkal, për arsye ndoshta të mungesës së një prindi apo të kuadrit kulturor ku familja jeton. Dhe edhe në këtë lloj niveli, megjithëse flasim për familje,
prap shkolla apo specialistët e shumë që janë në shkollë apo aty pranë duhet të asistojnë procesin që të mos kemi fëmijë të rrezikuar. Për mua ky është problematika. Pra këtu qëndron e gjithë dhimbja, që nuk mund të kemi fëmijë të cilët qëndrojnë të vetëm përpara të gjitha sfidave që ja u sjell jeta. Se pastaj ja ku jemi përpara situatës ku kjo vajzë apo rasti i Gjilanit, nëse nuk do ishte bërë publike, prindi nuk do e dinte kurrë. Dhe mos harrojmë dhe këtë, ne mund të kemi edhe raste që fëmia ka humbur jetën dhe prindi nuk e ka ditur kurrë këtë gjë. Dhe kjo pastaj është dhimbja më e madhe që mund ndodhi. Por unë e vë në dyshim që ky fëmijë nuk shikohet nga një mësues. Pra dallojnë sjelljet. Nuk shikohet dikush që e kërcënon, dikush që i bën presion. Prandaj duhet një fëmijë nuk rritet i vetëm, nuk rritet as vetëm nga familja, megjithëse familja ka shumë rol aty, por rritet nga i gjithë komuniteti. Prandaj të gjithë ne, edhe unë, edhe ti, duhet kemi këtë lloj përgjegjësie kur shohim që gjërat nuk shkojnë, kur shohim që një fëmijë është i izoluar, një fëmijë është i bullizuar, një fëmijë është i fyer, një fëmijë po qan, ndoshta pa arsye. Pra kemi nevojë të jemi ne më të vëmendshëm. Dhe të mos presim pastaj që na dalin këto video, që na dhem shpirti, na zhbët e gjithë ëndrat dhe dëshira që kemi për një shoqëri më të mirë, janë pikërisht këto video dhe pastaj kujtohemi që jemi realisht shumë vonë dhe vazhdojmë të ulërazim, unë, Belioza, kush mundemi, që këto nuk mund të ndodhin më. Pra, kemi kritur këto sisteme duhet funksionojnë. Duhet jenë optimale, duhet jenë eficiente për të shërbyer atyre numrit fëmijëve që janë grup risku. Këtë e theksoj. Nuk janë 100% e fëmijëve grup risku, fatmirësisht. Janë një pjesë që janë risku. Ata kanë nevojë të asistohen. Shumë e vërtet, Suela, gjithçka që u tha në këtë bisedim, urojmë shumë që gjendja e të miturës 17 vjeçares tjetë më e mirë, që ndroj pranë familjes edhe ta kaloj, sepse për të tjetë më e vështira se përpos dhunës fizike që përjetoj nga dy shoqet e saj, ajo përjeton tash dhunë edhe nga të tjerët të cilët arritën ta shohin këtë video e dim që të ri tash më bullizojnë njëri tjetrin dhe uroj shumë që të merret një mësim që nuk duhet durojnë gjërat të tilla deri në atë moment, duhet patjetër të flasin me familjarët, me psikologët që kanë në shkollë, me mësuesit që mos të eskaloj situata dhe mos ta lejojnë askë që të bëjnë gjeste të tilla. Unë të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Faleminderit. Belioza, nuk e di nëse ke diçka për fund, je e lirë? Jo, ju falenderoj për vëmendjen dhe shpresoj që të na bashkoheni në gjenezën e këtyre çështjeve dhe fenomeneve që po shqetësojnë edhe familjen edhe shoqërinë tonë të përbashkët për të qëndruar shumë prezent dhe shumë të bashkuar që të kërkojmë ca standarde të cilat detyrojnë njerëz të përgjegjshëm edhe për të raportuar, edhe për të referuar, por edhe për të ofruar shërbime në një mënyrë të sigurt. Si për familjen, si për fëmijët. E qartë, faleminderit shumë Belioza edhe një herë për diskutimin bashkësat.